Me eliminimin e projektit ITGI nga gara e transportimit të gazit azer në Europë, Bashkimi Evropian po ndërgjegjësohet që TAP jo vetëm që kthehet në një projekt favorit, por ndoshta është më i favorizuari për të fituar dhe për të ndërtuar shpejt. Sipas Komisionit Evropian, nëse përzgjidhet TAP, atëhera ai duhet të zgjerohet me 20 miliard metra kub për të sjellë sasinë e duhur të gazit tregut evropian. If it is a smaller pipeline as TAP would be, nëse përzgjidhet një gazsjellës i vogël si TAP, atëherë ne do duam të shohim që kapaciteti i TAP, që është aktual 10 miliard metër kub, të zgjerohet brenda një dekade, që shkon në 20 deri në 30 miliard metër kub. Kjo është sasia e gazit për të cilën ka nevojë Europa, pasi kërkesa për gaz do të jetë në rritje. Ne do duam të shohim që ky shtim i sasisë së gazit të vinë në të ardhmen nga Azerbajxhani dhe nga rajoni Kaspik. Komisioni Evropian këshillon në shkrimin e një marrëveshjeje ndërkombëtare midis të gjitha shteteve të projektit TAP për të evituar çdo lloj surprize në të ardhmen, kryesisht ndërprerjen e gazit, siç ka ndodhur me furnizimin e BE-s me gaz nga Rusia. An international agreement between all the member states involved. Nevojitet një marrëveshje ndërkombëtare midis të gjitha shteteve të projektit, në mënyrë që të shohim se mbi çfarë parimesh do të ndërtohet ky gazsjellës. Për shembull, të mundsohet furnizimi pa ndërprerje gazit. Në rast ndërprerjeje, shtetet duhet të informojnë njëri tjetrin çfarë kuote do të përdoret në rast se do të ketë një konflikt. Pra, kompanitë europiane kërkojnë nga ky gazsjellës sigurinë e furnizimit me gaz. Ky është dhe qëllimi kryesor. Sipas Komisionit Evropian, për të mos humbur kohë me një marrëveshje ndërkombëtare, vendet e projektit TAP mund të marrin si bazë marrëveshjen që është kryer për Nabucco. A very good intergovernmental agreement for Nabucco made also with. Ne kemi një marrëveshje shumë të mirë me Nabuccon. Bërë kjo dhe me asistencën e Komisionit Evropian dhe jam e bindur që kjo marrëveshje mund të shërbejë si model edhe për një gazsjellës tjetër. Lidhur me zgjatjen e procedurës së seleksionimit të projektit fitues, sipas Komisionit Evropian, edhe pse është në vetë interesin e Azerbajxhanit që vendimi të merret sa më shpejt, është e logjikshme që për një vendim të tillë të rëndësishëm të merret koha e duhur. And this is a very important decision, so you need also the time. Është një vendim shumë i rëndësishëm, ndaj nevojitet koha e duhur për reflektim, për të parë ofertat që janë mbi tryezë dhe për të bërë llogaritë të duhura. Ne kuptojmë tërësisht që kompanitë kanë nevojë për të bërë llogaritë për përfitimet e tyre. Nga ana tjetër, Azerbajxhani mund të marrë në konsiderat elemente të tjera për një periudhë afatgjatë, që mund të përfshijnë prurje gazi edhe nga burime të tjera, dhe si rrjedhim eksport shtesë të gazit përveçse nga Shah Deniz 2. In addition to what they have in Shah Deniz 2. Përveç fitimeve të shumta ekonomike që i sjell Shqipërisë, përzgjedhja e TAP si projekt fitues ndryshon krejtësisht qasjen e Bashkimit Evropian ndaj Shqipërisë si një partner të rëndësishëm të furnizimit të Europës me gaz dhe e kthen gjithashtu Shqipërinë në epiqendrën energjetike rajonale.